pikë, do m'japësh ti moment për jetën time. Po një njeri që të refuzon çdo fjalë që ti thua, që do m'japësh moment për jetën time. Ore ti kush je, familjon? Ti kush je? Ti kush je? E ke sjell këtu brenda, e ke bërë publike historitë tua dhe do t'jap më patjetër. Se ka ardhur Big Brother për të marrë me atë vajzë. Dhe është ajo gjëja që ti ka sjell deri këtu. Jo, po e ke bërë problem. Jo, të bën ignorant. Jo, se sa bën ignorant. Që ti si ke pa, ty të bën ignorant. Ty të bën ignorant. E ke saktë të marrësh pjesë në vetë. Tash i drejt me thënë kam dëgjuar shpesh në disa Big Brother që s'ke punë me gjërat e mia, s'ke punë. Po tash nëse ti vendos të futesh në Big dhe pretendon që jeta jote private të private e ke gabim. Tani ti futesh në një format që ndiqet nga miliona vetë në 24 orë në ditë, 24/7 pra të shohin duke fjetur, të shohin duke u larë, të shohin duke qarë, duke qeshur, duke kryt hundën, duke nuk di, domethënë, ti shohin gjitha historitë të linja jetës, ti shpreh çdo gjë. Ka njerëz që kanë thënë histori nga më të tmerrshmet dhe nga më sekretet aty. Edhe ti këtu të pretendosh pastaj ti thosh tjetër që mos u merr me gjërat e mia, po ti kot që ke hyrë aty, nëse do që njerëzit mos merren me gjërat e tua, atëherë nuk duhet të jesh në këtë lloj formati. Por një gjë është e sigurt, në këtë format çdo njeri prej këtyre ka të drejtë të merret me çdo gjë të gjithë kujt aty brenda. Se kështu është. Madje edhe njerëzit që shohin nga jashtë, e kupton, kanë të drejtë të merren me çdo gjë aty brenda, me ata që janë aty brenda, sepse ata vetë kanë pranuar që jeta e tyre të bëhet publike tashmë, pra 24/7. Edhe një pyetje kam unë për Mateon, kur i thot Stenaldos o ignorant. A vërtet mendon që Stenaldo është ignorant o Mateo? Nuk besoj. As vetë ai se mendon, po thjesht nga ato është bë shprehitësh që ti thotë ignorant budalla e kështu gjëra të tjera, i thotë Stenaldo ignorant. Nëse ka një person që s'është ignorant aty është Stenaldo, drejt më thënë.